Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot kam përgatitur bukë misri me djath, ullinj dhe sallam. U bë vërtet shumë e mirë, pambuke butë, me një shije dhe aromë fantastike. Ju sugjeroj ta provoni pasi jam e bindur që do ta përgatisni gjithmonë. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në një enë do shtojmë 500 gram miell misri, 100 gram miell gruri. Mielli i grurit, nëse dëshironi që ta shmangni, mund edhe të mos e vendosni, por bën të mundur që masa të lidhet shumë mirë. Shumë pak krip, një lugë çaji pluhur fryrës ose sod dhe masën do ta përziejmë shumë mirë. Kjo është shumë e rëndësishme, pasi përbërësit duhet të lidhen shumë mirë me njëri tjetri, pasi si soda, ashtu edhe pluhur fryrësi, nëse qëndron vetëm në një vend, krijon një shije jo të këndshme pas pjekjes. Pasi e kemi përzier shumë mirë, do vazhdojmë me një vezë, 50 ml vaj ulliri ose çfarëdo lloj vaji që përdorni ju, o nëse dëshironi mund ta zëvendësoni edhe me gjalp të tretur. 500 gram kos. Kosin do ta shtojmë pak e nga pak, duke përzier vazhdimisht, kështu si tregohet në video. Kështu do arrini të shihni edhe masën më mirë se sa nevojitet. E përzijem shumë mirë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Pasi kemi përzier mirë, do shtojmë 100 gram ullinj të coptuar, 100 gram djath të bardhë ose çfarëdo lloj djathi që preferoni apo ju gjendet në shtëpi. Gjithashtu edhe 100 gram sallam do ta ndajmë në copa dhe do ja shtojmë masës, e bën shumë të shijshme, ju sugjeroj që ta provoni. Pasi i vendosim të gjithë përbërësit, masën do ta përziejmë shumë mirë. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse dëshironi mund të ma shkruani në koment. Pasi e përziejmë mirë masën, e vendosim në tavën e pjekjes, duke e lyer me pak vaj, pak gjalp ose duke vendosur një letër pjekje poshtë. Unë kam vendosur në fakt pasi nuk doja që të më ngjitej. Pasi hapi mirë në sipërfaqe, do shtojmë pak vaj ulliri ose pak gjalp sipas dëshirës dhe pjekim në 200 gradë derisa të jetë gati. Pjekja gjithmonë në varësi të sobës që keni. Shikoni pak se çfarë ngjyre të mirë ka marrë. Është e butë dhe ka një shije fantastike. Ju sugjeroj ta provoni dhe ta shijoni. Dhe nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos dilni pa bërë like dhe pa lënë përshtypjen tuaj në koment.